bushat ndry seriozisht tani, në të gjitha këto përcaktime që dove nga zoti Klosi e të gjitha, ç'mendon ti, dita e 12, pse po e refuzojnë ata shqiptarët në këtë 12 ditë klasën politike shqiptare? Edhe me zotin Klosi, me zotin Ergjiu, me zotin Zogaj dhe me zotin Gjinishi, ta diskutojmë. Sepse unë dal pak nga roli. Janë të lodhur, të mërzitur dhe ndihen të vjedhur dhe të nëpërkëmbur nga fjalime si ky që mbajti Klosi. Pra, që ti thuash njerëzve, siç i tha Klosi tani, që ajo është një mrekulli e turizmit, ajo që pritet bëhet në Zvërnec, nuk e përtyp dot më njeri. Dhe mirë që po më vjedh, po pasim ke vjedhur të më trajtosh dhe budalla, bëhet pak shumë. Dhe e bën njerë ke teatri, e bën njerë ke stadiumi, e bën ke 5 maj, e bën ke Unaza, e bën ke stacionit trenit që hyre kalamajve të vegjel me gaz lotësjellës. Ka një pikë, pastaj që kur vëdhe telat me gjëmba bëhet shumë. Por, sa do e rënd të jetë, dhe vërtet është shumë e rënd kjo e Zvërnecit, se për mua ajo ishte historia, simbol dhe kapjes shtetit dhe lidhjes me oligarkin dhe nënshtrimit medjave edhe lobingut ndërkombëtar për të larë mëkatet e Shqipërisë. Pra, u bënd gjitha bashk derisa shpërtheu. Kjo protest në ditën e 12 e ka te i kaluar Zvërnecin. E ka kaluar Zvërnecin dhe ka 2 objektiva kryesore për mua, se thonë s'ka objektiv. Objektivin imediat, shporjen e Edi Ramës, por një shporje të Edi Ramës që nuk duhet konceptuar si heqja e njeriut vetëm. Pra, ata njerëz që janë në rrugë nuk duan të vi Rama dhe të ndryshohet o me një qeveri teknike, o me Lalierin, o me Sali Berishën, o me Flamur Nokën. Ata bashkë me Ramën duan, është tjetër punë sa rinë, të bëjnë një ndrim gjeneratash. Dhe kur them Ramën e Berishën, them dhe mua ty batonin e Preçin. Po ne nga ti se ne sigur jemi në punë. Dakor. Mund të vendos dhe iki nesër më shumë. Po ne jemi në punë, mos të ngatron ne. Jo, e ngatroj. Po si ngatron, për shumë, në punë në Shtetet Bashkuara të Amerikës 80 vjeçar. Në ulen moderator, gazetar, nuk e i do të ta. Nuk e i do në puna, se Monika ma ka thënë më këte. Se ti tani po bën më shumë se Krishti. Po përpiqesh të thuash më shumë se Jezu Krishti. Ata them, po pra, po ti njerëz të zgjedhur, ti ikin. Do me thënë. Muas më zgjedh njeri. Ore, pastaj. As ty. Pastaj. Ty të resun punë, ore. Se më duesh. Pastaj. Nuk kanë dalë me lista ato. Se qa rjet është tjetër punë. Por në qoftë se krahas parullës, Rama Mburg, Berisha Mburg, ata thonë njëkohësisht dhe bojkotoni mediat, pra kjo është një gjë që shkon për te e përfshin pa tjetër tërheqjen zvarë të Edi Ramës, po është një gjë që shkon për te Edi Ramës. Do të bëhet konkrete kjo bush? Sepse, se dhe Adolf Hitleri kështu erdhi. Në Zvërnec, do të bëhet konkrete, duam këte, 1, 2, 3, konkret. Në Zvërnec, nuk ishte vetëm Edi Rama, Kushneri dhe Qet Kastrati. Në Zvërnec, pati një heshtje të turpshme të të gjitha medjave. Pra, ata nuk janë budalej që të shofin që bëhen të rejje zvar e të bëhen protesta me ditë dhe mos i pasqyroj asnjë media. Ata e kuptojnë që bëhen protesta dhe opozita fshehet si struci. Prandaj kjo përtej një betejë kundër Edi Ramës, po përvijohet edhe si një çështje me sistemin, madje edhe si një konflikt gjeneracional. Pra, në një farë mënyre, edhe për shembull, generatar, se batoni e mbështet. Por unë sa vite u bën, jo që nga fillimi, po i pjesë madhe kundër Edi Ramës. Por në mbështetjen që i ka bërë Batoni dhe në kundërshtimin që i ka mbërun, edhe ne kemi lënë copa, fuqie, dinjiteti, arsyetimi, argumentash në këtë betejë.
Dhe ata që janë atje mund t'jenë të lodhur dhe nga gjitha kjo, të neveritur deri këtu, se sa do arrin është punë tjetër, po unë po them çfarë lexoj unë në indinjatën e tyre. Pastaj deri ku arrin, ajo është çështje tjetër. Batoni pse e mbështet ky tani ti? Pse nuk mendon një lloj si Bushati ti? Pse mbështet ti këtë jetë? E para, Kemi një jetë që jemi miq, po mendojmë çdo gjë kundër. Jo, nuk po them që të bëni armiq. Po pse mendon ndryshe nga ty? por duke qenë shumë gjatë në profesion, e kam një farë racionalitetin e gjykim dhe nuk jam gjithmonë me afshin e revolucionaritetit. Për arsye se i frigohem shumë revolucionit. Edhe pse unë e Bushati dallojmë jo për bukurinë e protestës, por Bushati vazhdon tutje me heqjen zvarr të liderëve për faktin se ta kanë merituar që të shporën nga një gjenerat e cila nuk pajtohet dhe e ka projektuar paknatësi në këtë mënyrë. Tash, të kthehemi te ky projektimi i paknatësisë. Tash, kjo që ka projektuar paknatësinë është heterogjene dhe është gjenerata që ka krijuar një rrezik jashtëzakonshëm edhe për pushtetin edhe për opozitën, ose nëse mund të themi shtresa politike e cila realisht është gati 35 vjet mbranda politikës shqiptare. Duke përfshi edhe neve si gjenerat e cila kemi kritikuar apo kemi përkrahur lider në momente caktuara. Ajo që mund të them më njëherë që kjo pjesë e popullsisë dhe këta demonstrues nuk janë të përfaqësuar. Nuk janë të përfaqësuar as nga Partia Socialiste, as nga Partia Demokratike. Ajo që më dallon mua dhe Bushatin është që unë e kam prit një situatë tillë dhe kur nuk kam shpresuar te Sali Berisha dhe opozita e cila edhe realisht vetëm pak ta përfundoj se dhe kam pritur që kjo gjenerat vije kështu të shtresohet dhe ta ndërtoj një rrëfim të ri politik. Për arsye se e kam kuptuar moti që Sali Berisha ka qenë i vdekur politikisht. Që prej kohësh dhe produkti i prezencës Berishës, i këtij kuvendit fundit, mënyra se si është zgjedhur, është këta protestues janë arsye pse janë aty. Një prej arsye. Dhe mund t'i përmendi tash një 10 arsye që i kam përmend edhe mbrapa. Dhe ka 4 vite që unë flas për një model politik që po vdes